42 vite e kontribute e pandërperje, si mësimdhënës dhe drejtues i disa shkollave në 3 rrethet e qarkut Dibër, Skëndermurja i ka finalizuar me librin e tij, Po kthehem në Hotesh. Një libër arkiv në faqet e të cilit parakalojnë si në një parad qindra e mira nxënës, të cilëve Skëndermurja u ka mësuar zgjidhjen e ekuacioneve, e të sistemeve të ekuacioneve dhe teorive gjeometrike. Qindra e mira orë mësimi e 10 kabinete mësimore të ndërtuara prej tij në shkollat Derjan, Mat, Muhur, Katundiri, Fushqidhën e Lunar të Dibrës dhe në 2 shkollat 8 vjeçare, Shefqet Tançi e Xhevdet Doda të Bulqizës. Dhe jo vetëm këto, por dhe kontributi i tij si drejtor i zyrës arsimore Bulqizë dhe si kryetar i sindikatës së arsimit. Fshati Hotesh i njësisë administrative të Luzhnisë në rrethin e Dibrës, ndër të tjera përmendet përfisin Morja, një fis me histori të lavdishme. Histori kjo e shkruar me gjak, me pushk e me penë, nga burrat trima të urtë të mençur, që qëndrojnë denjësisht në panteonin e vlerave. Ndër të tjera, historia e këtij fshati identifikohet me kullën e Morrës. Kjo kullë është ndërtuar mbi 300 ca vjet përpara. Vetë pozicioni i saj me themele në shkëmbë, në grykën e Drinit, në veri të fshatit Hotesh, të bindë se ka shërbyer në të kaluarën si mbrojtje për fshatin dhe tër krahinën e Luzhnisë. Në këtë kullë të moqme, malësorët Luzhnak me Elez Murrën mblidheshin, bashkërendonin veprimet në atë kohë kur armiqtë e huaj donin të sulmonin fshatin dhe krahinën. Ky fshat ka hyrë në histori edhe për aktin patriotik të Isuf Murrës, birit të patriotit Elez Murrja. I rritur në një familje me tradita patriotike, Isufi shumë shpejt do të bëj pjesë e luftës së Dibranëve kundër pashallarëve otoman, së bashku me Taatin që në vitet 50, 60 e 70 të shekullit të 19. Histori kjo e përjetësuar në këngën epike Nam po len pushka e Luzhnisë kundër mbretit të Turqisë. Lavdin e këtij fshati ndër shekuj, dekada e vite, do të arrisë plejada e intelektualëve me emër, që në ditët e sotme i gjejmë drejtues institucionesh të ndryshme, lokale e kombëtare. Njëri prej tyre është Skëndermurja. Në 40 vjet mësues i lëndëve matematik fizik dhe drejtori disa shkollave të vjeçare e të mesme, madje edhe drejtor i drejtorisë arsimore Bulqizë, Skëndermurja ka krijuar profilin e një intelektuali me karrierë të shkëlqyer profesionale e njerëzore. Gjithkush do të impresionohej nga karriera e tij, nga arritjet inkurajuese në procesin e mësimdhënies e të drejtimit të shkollave me kompetencë e profesionalizëm. Sa po ishte diplomuar me rezultate të shkëlqyera në Institutin Pedagogjik Dega Matematik Fizik në Shkodër, ku studioi për periudhën shtator 1966, korrikt 1968, djaloshit nga Hoteshi i Luzhnisë të rrethit të Dibrës, do t'i duhej ta ushtronte profesionin e shumë ndërruar të mësuesit, jo në vendlindjen e tij, por 50 kilometra larg shtëpisë, në shkollën 8 vjeçare Derjan të Matit. Por, ndonse në këto kushte, ai që në vitin e parë të punës
do të dallojë për rritjen e nivelit metodik e shkencor të orëve të mësimit në lëndët matematik e fizik. Dhe jo vetëm kaq, mësuesi Skënder Murja gjatë 2 viteve 1968-1970 që punoi si mësues i matematikës e fizikës në shkollën 8-vjeçare Derian të Matit, realizoi me efikasitet punën e diferencuar me grupet e nxënësve në orët e mësimit dhe jashtë saj, ndërkohë që ishte edhe një veprimtar i dalluar shoqëror në fshat. Ja si shprehet për Skënderin Osman Hoxha, ish drejtor i shkollës së Derianit. Në korrik 1968, për lëndët matematik-fizik në shkollën Derian, vjen një ish student ekselent i diplomuar për këto lëndë. Mësues Skënderi paraqitet në detyrë dhe mbi bazën e orarit mësimor, hartoi me përpikmëri planin mësimor, duke përfshirë ndonjë udhëzim të ri. Si drejtori i shkollës, u binda shumë shpejt se Skënderi mësuesinë e konsideronte mision e jo si një vend pune për një rrogë. Arritjet e tij në lëndët matematik-fizik patën një rritje cilësore, sepse ai organizoi me mjeshtri punën në grup dhe atë të diferencuar brenda procesit mësimor. Ishte nxënësi i tij Besim Pasha nga fshati malor Gjocaj, sot në pension, të flet me admirim për mësues Skënderin si mësimdhënës, por mbi të gjitha si njeri që të impononte respekt në çdo hap të jetës. Ai e vlerëson mësues Skënderin sepse edukonte me shembullin e tij, kulturën e tij, sjelljen e tij, ndihmën për nxënësit që parakisnin mangësi në realizimin e programit. Mësuesi Skënder Murja ndonse në një periudhë vetëm 2 vjeçare që shërbeu në shkollën e Derianit me përkushtim ndaj misionit dhe marrëdhënies me komunitetin, ka lënë gjurmë të një mësuesi të plot formuar. Modeli i mësues Skënder Murjes si misionar i dijes shërben për sot dhe për nesër si referencë për mësuesit. Mirinjoja si shpreja me bukur e karakterit të njeriut e ka karakterizuar gjatë gjithë karrierës së tij mësuesin Skënder Murja. Edhe tani, në vitet e pensionit, pas 53 vitesh, ai vlerëson ndërhyrjen imponuese të ish shefit seksionit arsimit Dibër, Shemsi Manjani, deri në strukturat përkatëse të Ministrisë së Arsimit për të transferuar atë dhe disa dibrëndë të tjerë nga rrethi i Matit në atë të Dibrës. Kështu, Skënder Murja, vitin e ri shkollor 1970-71, do ta fillonte si mësues i lëndës së matematikës në shkollën 8-vjeçare Nexhat Agolli, Muhur, vetëm një orë larg shtëpisë së tij të lindjes. Këtu ai do të spikaste me talentin e tij të rrallë të mësimdhënies me shpirt krijues, me një vullnet dhe një sistematik shembullore në studime e lexime librash të ndryshëm, jo vetëm të shkencave eksakte, por edhe të atyre artistik. Vetëm 3 muaj pasi kishte filluar punën si mësues në Muhur, 1970-72, do të detyroj të kryente shërbimin e detyruar ushtarak në Korçë, për të rikthyer po në shkollën 8-vjeçare Nexhat Agolli me energji të reja e dije bashkëkohore. Kështu, në harkun kohor të 3 viteve, 1972-75, shtoi edhe sistemoi bazën materiale e didaktike për lëndët matematike e fizik në shkollë dhe ndërkohë u bë shembull për shkollat e rajonit në realizimin e punës së thelluar me nxënësit cilësor. Në këto vite, Skënder Murja do të ishte shembull i përkryer i bashkëpunimit të ngushtë me prindrit e nxënësve për realizimin e detyrave në shkollë. Viti i ri shkollor 1975-1976 do të ishte surprizë për mësuesin Skënder Murja, pasi për herë të parë që nga mosha e fëmirisë ai kthehej në shkollën e vendlindjes. Tashmë më i vlerësuar nga strukturat drejtuese të arsimit në rrethin e Dibrës, do të emëroj drejtor i shkollës 8-vjeçare Katundi i Ri.
Falpërvojës si mësues shembullor në Derian e Muhur, Skënderi do të ndikonte në krijimin e kushteve të përshtatshme për punën e mësuesve dhe të nxënësve në shkollë. Kësaj do të rritej niveli i punës kualifikuese në bazë shkolle, si dhe të gjitha format e tjera të kualifikimit. Në rolin drejtues, ai do të ndihmonte dhe kontrollonte njëherëzi me nivel të gjithë punën e mësuesve, veçanërisht në orët e mësimit. Këtu Skënder Murja ke kuadër mjaft serioz, por njëherësh edhe shumë i dashur e me një humor gjithmonë të shëndetshëm. Ishte i veçantë, energjik, në sjellje e qëndrime, dhe këto do të ndikonin në arritjen e rezultateve të mira, si në procesin mësimor edukativ, ashtu edhe në krijimin e një klime bashkëpunimi efektiv me prindrit e strukturat vendore të pushtetit të asaj kohe. Me gjithë kushtet e vështira ekonomike, pasojë e sistemit të ekonomisë së përqendruar në ish kooperativën bujqësore, korektivi mësues-nxënës i kësaj shkolle do të ndikonte dukshëm në element të tillë në përmirësimin e kulturës së jetesës dhe emancipimin tërësor të shoqërisë së asaj kohe. Dhe jo vetëm si mësues e drejtor shkolle, por Skënder Murja do të shquhej edhe si një nga veprimtarët më të mirë shoqëror. Gjatë atyre viteve, ai kreu më së miri detyrën e sekretarit të Komitetit të Rinisë Luznisë, si dhe të antarit të pleniumit të rinisë të rrethit Dibër. Ishte drejtori i shkollës tetëvjeçare Katundi i Ri, pikërisht kur e kishte bërë këtë shkollë shembull të përvojës së përparuar në të gjithë rrethin e Dibrës, do të transferoj mësues në shkollën e mesme të bashkuar Fush Qidhen. Krijonte marrëdhënie shumë të mira, gjente rrugë shumë të efikase dhe arriti rezultate të mira në punën e tij për drejtimin e shkollës dhe për të dhënë krahinës e vendit, po edhe shkollës përkatëse ku ka punuar, për të dhënë ato efekte që kërkonte koha, edhe rezultatet e tij kanë qenë gjithmonë mjaft të mira edhe pretenduese. Një problem tjetër që duhet të vënë në dukje për Skënder Murrën është se ishte tamam një shtetar i tipit të ri, një shtetar që dinte të ndërtoj marrëdhënie të mira me arsit, mante përgjegjësi për veprimet e institucionit që drejtonte, por edhe për veprimet të tjera. Gjithashtu, kishte marrëdhënie të mira, të drejta, edhe me eprorët, duke u bazuar gjithmonë në ligjshmërinë përkatëse edhe në punën që kërkonte koha për sektorin. Në harkun kohor të 4 viteve, 1977-1981, ai do të ishte ndër më të mirët e kolektivit pedagogjik të asaj shkolle, ku për herë të parë, fal shembullit të tij konkret, do të realizojë me sukses konkursi mësimor në lëndët matematike fizik për rritjen e qëndrueshmërisë së njohurive të nxënësve, ndërkohë që do të aplikoheshin konkluzionet e punëve me shkrim dhe roli i tyre për efektivitetin e formimit të nxënësve. Në këto vite do të evidentojë kujdesi i shtuar i mësuesit Skënder Murja në gjithë veprimtarinë e punës me nxënësit e mbrëmjes për një formim sa më të plotë të tyre.
Pikërisht në vlerësim të aplikimit të metodave të avancuara në procesin mësimor, si dhe të vizionit të tij për një sistem arsimor bashkëkohor, Skënder Murja do të emërojë drejtor i shkollës së mesme bujqësore Lunar Selisht, ku për 8 vjet të drejtimit të saj, 1981-1988, do ta bënte atë shkollë model në rang kombëtar. Me ideimin e Ministrisë së Arsimit, do të vinin në këtë shkollë për të marrë përvojë mësues e drejtor të disa shkollave të vendit për sa i përket ndërtimit të kabineteve mësimor për çdo lëndë e grup lëndësh. Më pas, në vitet 1988-1990, ai vijoi si mësues në shkollën 8 vjeçare Selisht, ku edhe këtu dallohet për nivelin e lartë profesional të mësimdhënies. Kur unë u emërova shefi i seksionit të arsimit në Dibër, njohja me Skënderin u thellu edhe më tej, për shkak të kontakteve më të shpeshta, sepse për një shef arsimi domethënë shumë e rëndësishëm raporti me drejtuesit e shkollës. Pastaj Skënderi ishte nga ato drejtues që bëri emën në Selisht. Më lejoni ta vlerësoj Skënderin si një nga drejtuesit më të aftë në arsim. Njihte mirë për mbajtjen e shkollës. Kishte aftësi drejtuese të spikatura. Ajo që sot kërkohet në arsim për aftësitë menaxheriale, Skënderi i ka shfaqur veçmas në periudhë. Përkushtim dhe vetëm përkushtim, durim dhe vetëm durim, dashuri dhe pasion për profesionin e bukur të mësuesit. Vetëm kësaj Skënder Murja eci suksesshëm në këtë mision fisnik edhe gjatë 22 viteve të fundit të karrierës së tij si mësues e drejtor në shkollat e qytetit të Bulqizës. Nga viti 1990 deri më 1993, kur shërbeu si mësues e zëvendës drejtor në shkollën 9 vjeçare Shefqet Tançi Bulqiz, ai do të dhuronte nxënësve dhe kolegëve, por edhe prindërve të tyre, dashuri e ngrohtësi, buzëqeshje e çiltërsi, kënaqësi e drejtësi, mësim e dituri, shkathësi e lumturi. Me punën, përkushtimin e profesionalizmin e spikatur, ndikoi në ngritjen e nivelit të mësimdhënies, veçanërisht në lëndën e fizikës, nëpërmjet shtimit të bazës materiale didaktike për realizimin e eksperimenteve për çdo orë mësimi. Po ashtu, edhe në rritjen e nivelit të testimit të nxënësve në përputhje me objektivat lëndore dhe përcaktimin e detyrave konkrete në punën me nxënësit. Do të ishte Skënder Murja që do të fuste në këtë shkollë koncepte më të avancuara nga programet e kolegjeve në punën me nxënësit cilësor për të përballuar me sukses konkurset në bazë shkolle, rrethi dhe kombëtar. Me të njëjtin përkushtim e profesionalizëm do të shërbente Skënder Murja edhe si drejtor në shkollën 9 vjeçare Gjevdet Doda Bulqiz 1999-2003. Struktura drejtuese të arsimit në qarkun e Dibrës dhe rrethin e Bulqizës do ta përgjithësonin këtë shkollë si qendër të rëndësishme për shkollat e tjera të rrethit Bulqiz për edukimin e të drejtave e lirive themelore të fëmijëve. Mbi bazën e këtyre arritjeve, ai do të ngjiste shkallaren e karrierës së tij deri në drejtor i drejtorisë arsimore të rrethit Bulqiz 2003-2004 dhe inspektor i matematikës dhe fizikës në zyrën arsimore Bulqiz. Mësues Skënderin e kam njohur në rrethana pune si drejtues dhe si koleg. Ana profesionale e tij ka qenë gjithmonë në standarde të larta dhe ka qenë një model frymëzues për mua. Mësues Skënderi është një person që me vizionin e tij të qartë ditë ndërtoi ura bashkëpunimi dhe duke qenë gjithmonë i prirur për të ndihmuar të tjerët,
të bën që të rritësh dhe të zhvillohesh profesionalisht bashkë me të. Një udhëheqës që ka bërë diferencën me veprimet e tij dhe një njeri që i përket profesionalizmit dhe përparimit. Jam mirënjohëse për bashkëpunimin, për çdo këshill, të cilën unë edhe sot e kësaj dite e vë në zbatim, dhe për motivimin që më ka bërë. Urime nga zemra dhe faleminderit për gjithçka. Nga strukturat përkatëse drejtuese në qarkun e Dibrës e Bashkinë e Bulqizës, Skënder Murja do të vlerësojë për rritjen e nivelit në formë e përmbajtje të punës së komisioneve kualifikuese në bazë shkolle e rrethi, për t'u dhënë zgjidhje problemeve të përmbajtjes së punës me nxënësin. Si ekspert shembullor, ai do të ndikonte edhe në ngritjen e nivelit të veprimtarive me nxënësit cilësor, për t'u përgjigjur me sukses kërkesave në arsimin e mesëm dhe atë të lartë. Ndërkohë, do të realizonte studimin e mirëfillt të punës me kuadrin për t'u përgjigjur në kohë e me cilësi kërkesave të punës në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. Gjatë karrierës së tij 40 vjeçare si mësues e drejtues në disa shkolla e institucione arsimore, Skënder Murja ka marrë vlerësime maksimale deri edhe nga Ministria e Arsimit. Kështu, në vitin 1984, ai është vlerësuar nga Ministri e Arsimit Tefta Cami me distiktivin mësues i dalluar, me motivacionin për përgatitje të mirë ideologjike, shkencore e pedagogjike, për punë të ndërgjegjshme dhe për arritje të larta në procesin mësimor edukativ. Në vitin 2002 ka marrë certifikatën Shkolla Pilot në edukimin e të drejtave të njerëzit, një eksperiencë e re pune nga drejtoresha ekzekutive Zonja Kozara Kati e drejtoresha Erlehta Mato. Skënder Murja është vlerësuar nga kryetari i Federatës së Sindikatave të Arsimit të Shkencës Xhafer Dobrushi në vitin 2016 edhe me certifikatën për kontributin e dhënë në lëvizjen sindikale në arsim. Për 11 vjet, 2008-2019, ka qenë kryetar i Federatës së Sindikatave të Arsimit të Shkencës për Bashkinë Bulqizë. Mishron të tiparet më të mira të mësuesit bashkëkohor, veçanërisht i konsoliduar nga ana profesionale. Ai është në kushtet i përgatitur në kushtet matematikës, me njohuri edhe psikopedagogjike, zhvilluara me duhet, dhe nga ky pozicion ai kishte një emër shumë sfikatur edhe jashtë Dibrës, normalisht, dhe ka dhënë një kontribut të madh në përgatitjen e brezave të nxënësve, me njohurin bashkëkohore. Janë me vjetra breza që e kujtojnë dhe e njohin. Pastaj nga viti, sa mbaj mendun nga 98 edhe rreth 11-12 vite, është zgjedhur dhe është mirëpritur zgjedhja e tij si drejtues, si kryetar i Sindikatës së Arsimit në Bulqizë, normal. Dhe më gjërë edhe për ditë. Realisht, me pjekurin që kishte, me njohjen profesionale të arsimit, me objektivat që ka arsimi për arsim cilësor, për zhvillim dhe që sindikatat duhet të jenë shumë të lidhura pikërisht me këtë bashkëveprim. Ai ishte një personalitet që sfikaste edhe në mbrojtjen e interesave sociale, ekonomike të mësuesve, edhe në bashkëbisedimet dhe për njohjet e problemet e mësuesve dhe të shkollave, të sindikatave në shkolla, në bazë pak normal, por ishte edhe një pikë referimi edhe për nivelin e Këshillit Drejtues të Federatës. Për vlerat e tij si mësues, drejtor e intelektual vizionar, Skënder Murja me datën 25 nëntor 2023 është vlerësuar edhe me titullin ambasador i paqes nga Federata e Paqes Universale Shqipëri.
kontribut madhor i mësuesit dhe drejtuesit shembullor Skënder Murja, jo në një ditë, në një vit e në një dekadë, por në plot 4 dekada, me të drejtë është vlerësuar nga institucionet shtetërore dhe shoqërore në vend. Kështu nëse para një viti ajo nderua me titullin Qytetar nderi i Bashkisë Bulqisë, para 3 muajsh, 21 gusht 2025, Skënder Murja vlerësohet me certifikat mirënjohje nga Këshilli i Qarkut Dibër, ku gjatë një ceremonie mbreslëndse në ambientet e këtij institucioni u vlerësua për përkushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e arsimit dhe edukimin e brezave ndër vite në trevat e Dibrës.